Nikosisht jam lëshu pikërisht në fakte dhe fotografi që I kanë mbledh në territorin e Vushtrës. Praktikisht në territorin e Samadregjës, me Samadregjës edhe të Celis. 2 fshatra që e kanë përbashkët një kështjel. Ajo kështjel është e periuda të lashta, natyresht edhe romake. Nënte, pas kryqëzimit të Krishtit, në kryqin e Drunjt, nuk mund të jetë më shumë se 10 apo 20 vjet, mendoj, unë kështu, nashta edhe deri në 30, kur legjionarët ilir edhe romak vinë në ato territore dhe vendosen aty, po pikërisht me ardhin e tyre, edhe e prorë të ushtarak të Romës. Këta të gjithë janë në hapësinë territoriale nën kala të mshet. Është një karakteristike veçantë që deri më tash nuk kam pas kurrë që kanë qitë në shesh dikush. Nëse në tyre është edhe kjo rast, kështu që e kjetë, nëse jeni të interesuar, e lexoni librin në të ardhmen ku do të shtypet librin e këtij, kjo pjesë. Edhe do të jetë interesante, ndonse vërtet ka munguar. Unë po tham, pas Krishtit ka ndodhur më njerëz afërsisht, mund të supozojmë prej vitit 10 deri në 30, 20, 30. Për një arsye shumë thjeshtë. Vetë natyra e erozionit këtyre e vërteton këtë realitet. Unë këto I kam fotografuar edhe mund të shihen, po edhe shpërbërja atyre gurve. Është një prej mrekullive që do të publikohen. Unë kam pas edhe kam bën ndoshta një gabim se do është edhe kardinalin e territorit tonë në Prishtinë me informuar dhe me shkuar me shenjtru ato vende, se meritojnë. Aty të partë tonë në shkue edhe kanë bërë meshat edhe lutjet e hershme. Nuk do të zgjatëm rreth kësaj, se ka materiale shumë interesante edhe me bledh. Këto përmes materiale që do të botohet një libër, përmes Sazargurit I përbashkët të fjallë, do të shenë, kush është interesuar. Edhe tek shkolla e gjuhës shqipe, në territoret tona, nuk po them që është më e vjetra, ndonse ka pasur më të vjetra. Po për territorin e Kosovës dihet që është një shkollë e viteve diku 1584, po në Stubullën e Eprume. Në atë shkollë, me mbështetjen e drejt për drejt të Selis Shajnt edhe të klerikëve, ka filluar ajo shkollë e parë e gjuhës shqipe të funksionojë. Edhe në kontinuitet deri në fund viteve 1933 përmes pikërisht. Pastaj Osar Gjergji, po, ashtu. Pa ndërprerje. Është një prej mrekullive që duhet të përmendet. Nuk do t'jo markon, kush është interesuar pastaj si punim përbashkët e lexon edhe këta 2 artikuj të mitë.